بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Në emër të Allahut mëshiruesit gjithë mëshirshmit. O ju që besuat, ju është bërë obligim agjerimi siç u është bërë atyre para jush, që të baheni të devotshëm. Kaptina El-Bekare, ajeti 183. Të dashur besimtar, me perëndimin e diellit dhe me hyrjen e natës së 19 shkurt, ne fillojmë agjerimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Ky është moment kur ummeti hyn në një gjendje adhurimi, për ulësie dhe reflektimi. Ramazani nuk është periudhë e zakonshme kohore, është kohë e zgjedhur, është muaj në të cilin zemrat bëhen më të ndjeshme, ndërgjegja bëhet më e mprehtë dhe lidhja me Allahun bëhet më e thellë. Ramazani vjen si thirrje për qetësi të brendshme dhe për riorganizim të jetës sonë rreth asaj që është thelbësore. Qëllimi i agjerimit është devotshmëria, e cila është vetdije e përhershme për Allahun, që e orienton njeriu në mendim, në fjalë dhe në veprim. Ajo është ndërgjegje morale dhe e mban njeriu të drejtë edhe kur është vetëm dhe të përgjithshëm edhe kur askush nuk e sheh. Ramazani është shkollë e disiplinës dhe e karakterit. Kur përmbahemi nga ushqimi dhe pija, kuptohet nga gjërat të lejuara, ne edukojmë vullnetin ton dhe forcojmë kontrollin mbi vetveten që të përmbahemi edhe nga gjërat e ndaluara. Kjo vetëpërmbajtje duhet të shtrihet prej aspektit fizik, duhet të përfshijë gjuhën, sjelljen dhe marrëdhëniet tona. I dërguari i Allahut ka thënë: kush nuk e le fjalën e rrem dhe veprimin me të, Allahu nuk ka nevojë për urinë dhe etjen e tij. Agjerimi synon transformimin e karakterit. Nuk mjafton të hesht stomaku, duhet të hesht edhe e keqja në ne. Nuk mjafton të largohemi nga ushqimi, duhet të largohemi nga përçarja, shpifja, arroganca dhe veprat e këqija. Ramazani është gjithashtu muaj i zbritjes së Kur'anit famlar. Ky muaj duhet të jetë rikthim serioz te fjala e Allahut, jo vetëm në lexim, por edhe në reflektim dhe zbatim. Kur'ani famlar e formson mendjen, e pastron zemrën dhe e drejton veprimin e tij. Përmes agjerimit ne mësojmë mirënjohjen për begatit që shpesh i marrim si të mirëqena. Ndihemi më afër hallet e atyre që janë në nevojë dhe forcojnë përgjegjësinë ndaj njëri tjetrit. Bujaria, mëshira dhe ndihma ndaj atyre që kanë nevojë janë shprehje konkrete e besimit dhe e agjerimit. Një mesazh të veçantë kam për besimtarët tanë, bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë jashtë dheut. Ju jeni ambasador të fesë dhe kombit tuaj, të kulturës suaj dhe të vlerave fisnike kudo që jeni dhe kudo që veproni. Përmes sjelljes suaj, integritetit dhe respektit ndaj të tjerëve, ju përfaqësoni bukurinë e Islamit. Prandaj, përhapeni paqen, mirësinë dhe bashkëpunim në shoqëri ku jetoni, duke forcuar bashkëjetesën dhe respektin e ndërsjellë ndërmjet njerëzve
me përkatësi të ndryshme. Të dashur besimtar, vëllezër e motra, le ta fillojmë këtë Ramazan me vendosmëri për ndryshim të vërtet. Le të përdorim këtë muaj për pajtim me Allahun fuqiplot, përmes pendimit të sinqert dhe për pajtim me njëri tjetrin, përmes faljes dhe mirëkuptimit. Le të bëjmë sinqeritetin themel të çdo veprimi dhe përgjegjësinë kriter të çdo vendimi. Lusim Allahun e madhërisëm që ky Ramazan të jetë muaj i pastrimit të zemrave, forcim të besimit dhe ngritje morale për secilin prej nesh, që zemrat tona të pastrohen nga çdo barë e panevojshme, që familjet tona të mbushen me qetësi dhe mirëkuptim, që bashkësia jonë të forcohet në unitet dhe përgjegjësi institucionale, që vendi ynë të begatohet me paqe, drejtësi dhe stabilitet. Andaj, në prag të fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, kam kënaqësinë dhe nderin që në emër të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të gjitha institucioneve të saj, si dhe në emrin tim personal, që urojnë nga zemra besimtarëve tanë në vendlindje dhe në mërgim, një Ramazan të begat, agjerim të lehtë dhe të pranuar, si dhe një muaj që do të lë gjurmë të thellë në shpirtin, karakterin dhe jetën tonë, duke na ofruar më shumë me Allahun dhe duke na bashkuar më fort në mirësi, drejtësi dhe përgjegjësi. Për hajër pra na qoftë ardhja e muajit të Ramazanit të bekuar. Allahu ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e të Madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju.